Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Në një seancë të tensionuar parlamentare, Kuvendi i Shqipërisë miratoi votbesimin për 7 anëtarët e rinj të kabinetit qeveritar. Socialistët morën mbështetje dhe nga Partia Social-Demokratike, ndërsa opozita bllokoi foltoren pas debateve për shkarkimin e Elisas Spiropalit dhe raportin për Belinda Ballukun. Seanca e Kuvendit këtë të enjte u karakterizua nga kaos dhe tensione mes shumicës dhe opozitës, teksa votbesimi i 7 ministrave të rinj u bë objekt i debatit të fortë politik. Ministrat e rinj që morën votbesimin janë Albana Koçiu, zëvendës kryeministre, Toni Gogu, ministri i drejtësisë, Besford Lamallari, ministri i brendshëm, Eriona Ismaili, ministre e shtetit për parlamentin, Ferit Hoxha, krye diplomat, Ermal Nuhi, ministri i mbrojtjes dhe Enea Karakaçi, që zëvendëson Belinda Ballukun tek infrastruktura dhe energjia. Votës së socialistëve u bashkuan dhe kartonat jeshil të deputetëve të Partisë Social-Demokratike. Për shkak të tensionit, ministrave të rinj që vinë rishtazi në qeveri, Ferit Hoxha, Enea Karakaçi dhe Ermal Nufi, ndoqën votimin nga lozhat e Kuvendit. Opozita bllokoi foltoren duke pretenduar se kryetari i Kuvendit kishte shkelur të drejtën e fjalës së Sali Berishës. Debati pati edhe për raportin e socialistëve lidhur me autorizimin e kërkuar nga SPAK për ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Shumica sqaroi se dokumenti do dorëzohet brenda afatit 2 javor që parashikon të rregulloria. Megjithatë, momentet më të ndjera të seancës u pa në nisje kur deputetët e majtë dhe të djathtë mbajtën 1 minutë heshtje për të përkujtuar familjen Jashari në përvjetorin e ekzekutimit të tyre, si dhe për ish deputetin demokrat Omar Dosti, i cili u nda nga jeta këtë javë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pati përplasje verbale me Elisas Spiropalin duke e cilësuar atë si viktim të Belinda Ballukut. Spiropali reagoi duke theksuar përgjegjësinë personale dhe nevojën për reflektim mbi të kaluarën dhe të ardhmen politike. Seanca e sotme parlamentare u shënua nga një shkëmbim jashtë për fjalësh mes kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha dhe ish-ministres së punëve të jashtme Elisas Spiropali. Berisha e kritikoi Spiropalin duke krahasuar me klonin e Lubis dhe duke theksuar se ngritja e saj politike ishte rezultati mundësive që janë dhënë, jo meritës së saj personale. Je viktima më e parëndësishme e Lubis dhe më e merituara në një kohë kur syt e shqiptarëve drejtoshin drejt asaj, si kur t'ishte korbe e zezë, në fakt aty afër është, ti na vije si nuse këtu, e veshur me të bardha, me të gjitha aksesoret, po pse qa kujton ti se barhan të Lubia? Ndaj dhe se ke nga Sali Berisha, jo, e ke nga vetja jote, se jo që se mbroje, po për kudazi, gëzoheshe se tani do bëheshe ti zëvendës kryeministre. Nuk ta priste mendja se ishte kjo tjetra, kloni Lubis. Ja ku e ke klonin. E ti ke probleme të mëdha në shkenca. Kjo është kloni, ndaj dhe nuk e ke nga Sali Berisha atë. Reagimi i Spiropalit erdhi matur, ajo theksoi se çdo individ mbart përgjegjësinë për veprimet e tij dhe se debatet të tilla duhen parë si mundësi për analizë dhe reflektim. Të gjithë e kanë nga vetja, Sali. Asnjë nuk e ka nga të tjerët. Të gjithë nga vetja e kanë. Unë nga vetja, ti nga vetja, të gjithë nga vetja dhe për veten vetëm mbajmë përgjegjësi mbi këtë dhe. Kështu që ta bëjmë analizën, të shohim se ku jemi e ku ishim dhe të shohim edhe për të ardhmen. Përveç përplasjes me Berishën, Spiropali pati më herët një replik të shkurtër dhe me deputetin Këlliçi. Largimi i ministres jashtme, si pjesë e klubit të anglishfolësve në PS, të ka detyruar të radikalizohesh nga një merak i brendshëm që mund të kesh. Situata pasqyroi një klim të tensionuar në parlament ku debatet mes opozitës dhe ish-ministrave vjen të jetë i ashpër dhe shpesh i personalizuar. Unë nuk flas vetëm anglisht, flas edhe gjuhë tjetër të huaj, po më mirë se shqipe nuk flas asnjë gjuhë. Edhe flas shqip, flas troç, kam fol gjithmonë si duhet për Shqipërinë dhe me Shqipërinë dhe është e vërtet që ajo detyrë është nder i madh, po çdo detyrë tu në kuvendin e Shqipërisë është po ashtu nder i madh. Kështu që jam e qartë, jam e qetë, e vetmja gjë për të cilën më vjen keq është që largimin e paralajmëroi Sali Berisha në sallën e kuvendit dhe jo ndonjë tjetër. Vetëm për këtë jam e habitur që i doli fjala, për asgjë tjetër.
Kuvendi i Shqipërisë u përfshi me debate të forta mes opozitës dhe mazhorancës për rastin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Gazmend Bardhi kërkoi përfshirje në raportin tek Partia Demokratike në rend të ditës, por qëndrimi u kundërshtua ashpër nga Tauland Balla. Debatet vijuan edhe me ndërhyrjen e Sali Berishës. Seanca e sotme e Kuvendit të Shqipërisë u shënua nga tensionet të larta mes deputetëve të opozitës dhe mazhorancës për çështje që lidhen me ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Gazmend Bardhi kërkoi që në rendin e ditës të përfshihet raporti i Partisë Demokratike mbi rastin Balluku, por kjo kërkesë u kundërshtua fuqishëm nga kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Ju, zoti kryetari, jeni detyruar ta përfshini raportin si pjesë të seancës më të parë të Kuvendit të Shqipërisë pas dorëzimit të raportit. Raporti është dorëzuar të hënën dhe seanca më e parë që përcakton rregulloria e Kuvendit është seanca e sotme. Në rendin e ditës që ju keni sapo lexuat dhe i keni paraqitur deputetëve të martën, nuk është përfshirë shqyrtimi i kësaj kërkese, e cila ka natyrë urgjente, po ju e çoni drejt, pra dhe një javë ka mbetur që kërkesa praktikisht konsiderohet e rrëzuar për shkak të mosmarrjes në shqyrtim. Nëse do merrni tani mikrofonin, do më thoni Ulsiu vazhdon të jetë akoma në bibliotekë edhe nuk e ka përfunduar raportin, ky është problemi i Ulsiut, jo i Kuvendit. Ulsiu të dal nga biblioteka, të dorëzojë raportin, sepse çështja është shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë për lexim të thelluar, si mbrohet Belinda Balluku, çështja është kushtetuese, është ligjore dhe ky kuvend ka detyrimin t'i kthejë përgjigje prokurorisë së posaçme. Kryetari i Kuvendit Niko Peleqi ndërhyri për të sqaruar se afati i dorëzimit të raporteve ishte 9 mars dhe se shqyrtimi i çështjes do të bëhet me 12 mars. Deputetët u tensionuan më tej me akuzat e opozitës se mazhoranca po mbron ish kryeministren Balluku dhe bashkëpunëtorët e saj. E dëgjova me vëmendje gënjeshtrën dhe të gënjesh edhe në muaj Ramazani është dyfish. Jemi brenda kohës që na lejon rregulloria. Ky grup parlamentar është i grup parlamentar serioz, i cili nuk i merr vendimet kryetari i grupit apo kryetari i Kuvendit apo kryetari i Komisionit Ligjeve, por në këtë parti merren vendimet kolegjiale në grupin ton parlamentar. Pavarësisht sqarimeve dhe ndërhyrjeve të kryetarit të Kuvendit, demokratët vijuan me kritika duke akuzuar qeverinë për mbrojtjen e Ballukut nga arrestimet dhe duke kërkuar që çështja të trajtohej me transparencë dhe drejtësi. Tepër tronditse është se tu në parlament sot nuk mund të kishte as edhe një çështje tjetër përveç imunitetit të Lubi Ballukut. Sa do ta shtyni ju, unë ju garantoj që forcë në botë që ta mbroj atë edhe krimet e saj nuk ka. Ajo është një hajdute, ka vjedhë shqiptar me Edi Ramen dhe vetëm 100 milion dhe miliarda. Ajo është një super bandite, i ka përdor bandat më të rrezikshme, ka përdor elementet më kriminal për të kërcënuar punojësit e prokurorisë dhe institucionit të akuzës. Dhe asaj i dini zot ju, se jeni mekatar. Ju do të kishit hequr në mëngjes sot dhe autorizuar arrestimin e Lubi Ballukut për veprat më të rënda penale. Çështja për masën e sigurisë të ish zëvendës kryeministres dhe ministres energjisë Belinda Balluku do të shqyrtohet në 9 mars në orën 09 nga gjyqtarja Miliana Muça. Vendimi vjen pas pezullimit të saj nga detyra dhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese që la në fuqi urdhrin e GJKK-s. Belinda Balluku, e cila tashmë mban vetëm mandatin e deputetit, është shkarkuar nga postet e zëvendës kryeministres dhe ministres e energjisë dhe infrastrukturës pas ndryshimeve të fundit në kabinetin qeveritar të dekretuara nga presidenti Bajram Begaj dhe të miratuara nga Kuvendi këtë të njëjtë. Shqyrtimi i masës së sigurisë do të bëhet nga gjyqtarja Miliana Muça dhe është një hap kyç pas vendimit të gjykatës kushtetuese që la në fuqi pezullimin e saj nga detyra. Ndërkohë në Kuvend po diskutohet çështja e mandatit të deputetes, e cila pritet të shqyrtohet në seancën e radhës. Partia Socialiste ka deklaruar se pezullimi nga detyra është i mjaftueshëm pa nxjerrë ende raportin final, ndërsa Partia Demokratike, e cila ka dorëzuar raportin final në Kuvend, kërkon heqjen e imunitetit të Ballukut për të lehtësuar hetimin e mëtejshëm ndaj saj. Situata mbetet e tensionuar politikisht, ndërsa vendimi i gjykatës pritet të përcaktojë hapat e ardhshëm në procesin ligjor dhe politik.
Sekretariati i Etikës ka vendosur përjashtimin me 20 ditë nga punimet parlamentare të deputetit Agron Shehaj. Masa u mor pas kërkesës së deputetit Partisë Socialiste për incidente në seancën e fundit plenare. Sipas shumicës, Shehaj ka shkelur rregulloren duke bllokuar foltoren dhe duke përdorur gjuhë fyese. Tensionet e krijuara në seancën e fundit të Kuvendit të Shqipërisë kanë prodhuar masa disiplinore ndaj një deputeti të opozitës. Sekretariati i Etikës vendosi që Agron Shehaj të përjashtohet me 20 ditë nga aktiviteti parlamentar, duke e penalizuar për sjellje të papërshtatshme gjatë debatit në sallë. Unë të hënën bëra atë që do të bëjë çdo deputet, të sjellë në Kuvendin e Shqipërisë zërin e qytetarëve. Ndërkohë në Rjoll, qytetarët e Rjollit po protestojnë sepse të gjithë fshatit është rrëmbyer prona. Janë rrëmbyer 150 hektar. Edhe nga kush janë rrëmbyer? Nga ish drejtori i hipotekës. Për këtë çështje fola në Kuvend. Thash gjithashtu që ndërkohë që protestuesit janë aty në mbrojtje të pronës së tyre, policia bën seir dhe policia private, që janë bandit të veshur me kapuç dhe me shkopa gome, rajnë protestuesit që mbrojnë pronën e tyre. Vendimi erdhi pas një kërkese zyrtare të paraqitur nga 10 deputet socialistë, të cilët argumentuan se Shehaj ka shkelur rregulloren e Kuvendit duke refuzuar të lirojë foltoren pas përfundimit të kohës së caktuar për fjalën. Sipas tyre, situata u shoqërua me tone të larta dhe përplasje verbale me drejtuesen e seancës dhe me deputet të shumicës. Gjatë ndërhyrjes së tij, Shehaj kishte ngritur shqetësime për banorët e zonës së Rjollit, të cilët prej javësh protestojnë kundër ndërtimit të një resorti turistik në një tokë që pretendojnë se u përket. Çështja është kthyer në një debat të fortë mes opozitës dhe qeverisë për pronësinë dhe zhvillimin e zonës bregdetare. Në shkresën e depozituar, deputetët e shumicës theksojnë se përveç mos respektimit të minutazhit, Shehaj ka përdorur gjuhë fyese dhe ka pasur konfrontime të drejtpërdrejta me përfaqësues të grupit parlamentar socialist, duke cënuar sipas tyre etikën dhe rendin e seancës. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka vendosur lirimin me kusht për banorët e Rjollit, pjesëmarrës në protestën ku dëmtuan makineritë e kantierit për ndërtimin e resortit. Sipas vendimit, banorëve u ndalohet të afrohen pranë zonës së punimeve, një masë që ata e konsiderojnë absurde. Megjithatë, rezistenca e komunitetit për pezullimin e punimeve vazhdon ende. Protestat për fshatin Baks të Rjollit kanë kaluar tashmë një muaj, ndërsa banorët mbeten të vendosur për të ndaluar punimet e resortit të ndërtuar në tokën që pretendojnë se u takon prej brezash. Aktiviteti i tyre u përshkallëzua kur makineritë e kompanisë ndërtuese u dëmtuan gjatë një proteste që shkasodhi ndërhyrjen e gjykatës së shkallës së parë të Shkodrës. Vendimi i gjykatës lejon lirimin e banorëve me kusht, duke vendosur një kufizim të qartë. Ata nuk mund të afrohen pranë kantierit të punimeve, por banorët ky kufizim është i arsyeshëm, duke konsideruar një pengesë ndaj së drejtës së tyre për të mbrojtur pronën dhe për të vazhduar protestat paqësore. Megjithatë, komuniteti i Rjollit nuk ka ndërmend të heqë dorë, ato vazhdojnë të mblidhen sistematikisht në zonë duke bërë thirrje për pezullimin e ndërtimit dhe duke kërkuar drejtësi për pronësinë. Vendosmëria e tyre reflekton shqetësim për ruajtjen e tokës së tyre dhe trashëgimisë që ajo përfaqëson. Banorët kanë deklaruar se janë të gatshëm të bëjnë çdo sakrificë për të mbrojtur tokën e tyre, duke e kthyer këtë betejë në një simbol të qendresës komunitare kundër investimeve që nuk kanë marrë pëlqimin e komunitetit lokal. Ndërkohë, procesi gjyqësor për pronësim vazhdon, ndërsa tensionet mes kompanisë ndërtuese dhe banorëve mbeten të larta. Autoritetet shqiptare kanë ekstraduar nga Londra 49-vjeçarin Lorenz Lala, i njohur edhe si Kristian Lala dhe Ilirian Lamberi. Ai është shpadur në kërkim ndërkombëtar pas vendimit të gjykatës së Elbasanit për veprat penale që lidhen me vrasje për gjakmarrje dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Lala dyshohet të ketë siguruar armët dhe mjetet për ekzekutimin të një krimi në Peqin në vitin 2021. Ekstradohet nga Londra 49-vjeçari Lorenz Lala, një ndër anëtarët e grupit të Lajert Haxhiut, pas një procedure ndërkombëtare që pasonte shpadhjen e tij në kërkim. Ai njihet për identitete të tjera, Kristian Lala dhe Ilir Lamberti, dhe është një nga anëtarët e grupit të udhëhequr nga Lajert Haxhiu. Vendimi i gjykatës së Elbasanit dhënë tetor të vitit 2023 kishte caktuar masën arrest me burg për Lalën për një sër veprash penale, përfshirë vrasje për gjakmarrje, sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje, pjesëmarrje në grup të strukturuar
strukturuar kriminal dhe kryerja në veprave penale që grupi strukturuar kriminal dhe organizat kriminale. Lorenz Lala dyshohet se ka bashkëpunuar me Laert Haxhiun, Artan Tafani, Lulzim Spahin dhe Enrico Xhahysa dhe Bledar Berberi për vrasjen e Albi Bashaliut, ngjarje kjo që ndodhi në dhjetor 2021 në fshatin Gjocaj. Hetimet tregojnë se Lara ka siguruar armë që u përdorën në krim, ka organizuar transportin e grupit dhe ka ndihmuar largimin e tyre nga vendi i ngjarjes. Ekstradimi i tij pritet të çojë në vazhdimin e procedurës ligjore në Shqipëri, duke shtuar mundësinë për zbardhjen e plotë të këtij rasti të rënd kriminal. Autori i cili grabiti ditën e sotme në Qençi në qendër të Konkard është arrestuar nga policia. Ai ka kryer vjedhjen e pikës së këmbimit valutor në qendrën tregtare në zonën e 5 Majit në Tiranë. Autori i ngjarjes është Luan Maçe, 42 vjeç. Operacioni i shpejt i forcave të rendit u finalizua brenda pak orësh pas ngjarjes. Policia e Tiranës arrestoi Luan Maçin, 42 vjeç, autorin e grabitjes së armatosur në rrugën 5 Maj, ku mori 120.000 lekë të reja. Operacioni i shpejt i forcave të rendit u finalizua brenda pak orësh pas ngjarjes. Ngjarja ndodhi mëngjesin e sotëm, rreth orës 09:10, ku një grabitës i maskuar hyri në pikën e këmbimit valutor në një qendër tregtare në rrugën 5 Maj në Tiranë. I veshur me të zeza me kapuçë dhe fytyrë të mbuluar, ai kërcënoi punonjësen me armë zjarri dhe detyroi të dorëzonte parat nga arka. Sipas të dhënave autori mori rreth 1.5 milion lekë të vjetra. Pamjet e kamerave të sigurisë treguan grabitësin duke dalë qetësisht nga qendra tregtare dhe duke u larguar nga një motor në rrugicat përreth. Menjëherë policia vendosi pika kontrolli në të gjitha akset kryesore dhe rrethoi zonën për të parandaluar largimin e tij. Pas disa orësh hetimi dhe monitorimit të lëvizjeve të mundshme të grabitësit, forcat e rendit arritën të lokalizonin dhe arrestonin Luan Maçin. Para u sekuestruan dhe autori u shoqërua në ambient të policisë, ku do të përballet me akuza për grabitje të armatosur dhe përdorim të armës së zjarrit. Eci me të tjera zhvillime, Kosova po hyn në orët vendimtare për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit, ndërsa palët politike mbeten ende të ndara për kandidaturat. Kryeministri Albin Kurti thotë se përpjekjet do të vazhdojnë deri në momentin e fundit për të siguruar një proces kushtetues. Opozita nga ana tjetër paralajmëron rrezik për një krizë të re politike nëse mungon konsensusi. Procesi për zgjedhjen e presidentit të ri në Kosovë ka hyrë në fazë kritike, me institucionet që përballen me afatin kushtetues për të finalizuar votimin. Në ditët e fundit të këtij afati, kryeministri Albin Kurti ka theksuar se majoranca do të vazhdojë projektet për të siguruar një zgjedhje dhe për të garantuar një garë të rregullt me më shumë se një kandidat. Sipas tij, plotësimi i kriterit kushtetues për kandidatura alternative është thelbësore për zhvillimin normal të seancës në Kuvendin e Kosovës. Në këtë kuadër, Kurti u ka bërë thirrje forcave që të propozojnë emrat e tyre duke u afruar dhe mbështetjen me nënshkrimet e nevojshme nga deputetët e shumicës. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje ka zyrtarizuar kandidaturën e saj duke propozuar Glaut Konjufskan, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministër i punëve të jashtme. Ai mbetet deri tani emri vetëm në garë, çka e bën të pamundur thirrjen e seancës pa një alternativë tjetër. Opozita e ka kundërshtuar mënyrën se si po menaxhohet procesi, duke akuzuar qeverinë se nuk po kërkon dialog dhe kompromis politik, por po e çon vendin drejt një gërçi institucional që mund të përfundojë me zgjedhje të parakohshme. Nga ana e tij, Konjufska ka drejtuar kritika ndaj kundërshtarëve politik, duke deklaruar se mungesa e propozimeve tregon hezitim përballë garës. Ai është i shprehur i gatshëm të përballet me çdo kandidat tjetër, por ka theksuar se deri tani nuk ka asnjë emër alternativ. Tashmë gjithçka mbetet në dorën e negociatave të orëve të fundit, pasi presidenti i ri duhet të zgjidhet përpara mesnatës së 5 marsit. Në të kundërt, vendi mund të përballet me një tjetër periudhë pa siguri politike. Në fund të marsit 1998, forcat serbe rrethuan fshatin Prekaz me synimin për të eliminuar komandantin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës Adem Jashari dhe familjen e tij. Për 3 ditë me radhë, zona u kthye në një fushë betejë të përgjakshme ku mbetën të vrarë dhjetëra civil, përfshirë gra dhe fëmijë. Sot kjo ngjarje kujtohet si një nga momentet më simbolike të rezistencës shqiptare në Kosovë. Kanë kaluar 28 vite prej episodeve më të rënda dhe njëkohësisht më domethënëse të luftës në Kosovë. Në marsin e vitit 1998, forcat ushtarake dhe policore serbe ndërmorën një operacion të gjuar në Drenic, duke vendosur në rrethim të plot fshatin Prekaz, bastion i luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Objektivi kryesor ishte eliminimi i Adem Jasharit, një nga figurat qendrore të rezistencës së armatosur. Megjithatë, sulmet ndaj familjes së tij nuk ishin të reja. Shtëpia
e jasharëve ishte shënjestruar edhe në vitet e mëparshme, ndërsa në janar 1998 dy vajza të familjes mbetën të plagosura, pavarësisht rrezikut të vazhdueshëm dhe thirrjeve për largimin e grave e fëmijëve. Familjarët zgjodën të qëndronin duke vendosur të mos braktisin shtëpinë dhe tokën e tyre. Sulmi vendimtar ndodhi më 5, 6 dhe 7 mars. Për 3 ditë radhazi, Prekazi u bombardua dhe u përfshi me përleshje të ashpra. Bilanci ishte tragjik, 55 persona të vrarë, mes tyre 22 antar të familjes Jashari, përfshirë gra dhe fëmijë. Nga kjo familje mbijetuan vetëm 2 persona, duke e kthyer ngjarjen në një simbol të sakrificës ekstreme. Masakra e Prekazit shënoi një kthes të fortë në ndërgjegjësimin kombëtar dhe në mobilizimin për liri, duke e bërë frymëzimin për më shumë të rinj që ju bashkuan radhëve të UÇK-s. Qendresa e familjes Jashari u shndrua në një emblem të qendresës kundër represionit serb. Sot në lagjen e Jasharëve është ngritur kompleksi memorial ku çdo vit në fillimin e marsit zhvillohen homazhe dhe aktivitete përkujtimore. Për shumë shqiptarë, sakrifica e familjes Jashari mbetet një dëshmi e gjallë e atë dashurisë dhe e luftës për liri, që vazhdon të jetojë në kujtesën kolektive të kombit. Qeveria ka miratuar masa mbrojtëse për të frenuar rritjen e menjëhershme të çmimeve për derivatet e naftës në treg. Vendimi përcakton marzha maksimal fitimi për shitjen me shumicë dhe pakicë me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve të Kosovës. Autoritetet thonë se ndërhyrja synon të parandalojë abuzimet dhe të stabilizojë çmimet. Përballë luhatjeve të forta të tregut të karburanteve, qeveria e Kosovës ka ndërhyrë me masa konkrete për të kontrolluar çmimet dhe për të kufizuar fitimet e operatorëve ekonomik. Institucionet vendase argumentojnë se rritja e menjëhershme e çmimeve ka krijuar presion mbi qytetarët dhe bizneset, duke kërkuar një reagim të shpejtë të rregullator. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusari, bëri të ditur se është nënshkruar vendimi që vendosi kufin të qartë mbi marzhat tregtare. Sipas këtij vendimi, shitësit me shumicë do të lejohen të aplikojnë një fitim maksimal deri në 2 cent për litër, ndërsa tregtin me pakicë kufiri do të jetë deri në 12 cent për litër. Autoritetet theksojnë se masa ka karakter mbrojtës dhe synon të ndalë praktika spekulative, ku çdo rritje e çmimit në import reflektohet menjëherë dhe në mënyrë disproporcionale me tregun vendas. Sipas tyre, ndërhyrja do të krijojë më shumë transparencë dhe parashikueshmëri për konsumatorët. Vendimi erdhi pas një procesi monitorimit të vazhdueshëm të tregut, ku analizuan të dhënat e doganës së Kosovës dhe raportet e inspektorit qendror të mbikëqyrjes së tregut. Nga këto analiza rezulton se çmimet e importit po pasqyroheshin menjëherë në pikat e shitjes, duke rritur barrën financiare për qytetarët. Me këtë hap, qeveria synon të ruajë stabilitetin e tregut të karburanteve, të shmangë rritjet e pajustifikueshme dhe të garantojë mbrojtjen më të madhe për familjet dhe bizneset në një periudhë kur kostoja e jetesës vijon të jetë në rritje. Të nderuar teleshikuesët, jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 6 mars 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të karakterizohet nga qielli i pastër dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit. Edhe gjatë pasdites pritet të mbizotërojë moti i kthjellët dhe temperaturat relativisht të buta për këtë periudhë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 9 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 17:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 18 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 18 gradë Celsius. Berat,
8 deri në 18 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 11 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 16 gradë Celsius. Sarand, 10 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 6 mars 2026 do të jetë në ndikimin e motit të qëndrueshëm dhe kryesisht të kthjellët. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë territorin, ndërsa edhe gjatë pasdites pritet moti i kthjellët dhe i qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 1 deri në 14 gradë Celsius. Podujev, 0 deri në 12 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 13 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë, 2 deri në 13 gradë Celsius. Gjakov, 3 deri në 14 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik, 3 deri në 13 gradë Celsius. Suharek, 3 deri në 14 gradë Celsius. Prizren, 2 deri në 13 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.